Dolce u ndal në vend sa po sytë ju mbushën me atë pamje që nuk do të haronte kurrë. Zemra ju drodh, sikur dikush ja shtrëngoi fort me dorë. Limi ishte aty, përballë saj, jo vetëm fizikisht, por në një botë krejt tjetër, duke u puthur me një tjetër, pa e ditur se ajo po e shite. Çdo sekond dukej si një thikë ngulur ngadalë në shpirtin e saj, fillimisht nuk qau. Jo. U mpir. Fryma ju ndal në gjoks dhe trupi nuk i bindjej më. Buzët i dridheshin, por asnjë zë nuk dilte. Pastaj, sikur gjithçka që kishte mbajtur brenda për muaj të tërë u thye një herësh, lotët shpërthyen. Qau me të madhe. Jo një të qartë të heshtur, por një vaj që i dilte nga thellësia e shpirtit. U ul në tokë, pa u kujdesur kush e shite. Duart ja mbulonin fytyrën, por lotët rridhnin mes gishtave. Zëri i saj dridhej, i ngjyrur, dhe çdo frymëmarrje ishte e rëndë. Çdo minutë që kalonte, dhimbja bëhej më e madhe. Ishte sikur çdo kujtim me limin po i kalonte para syve, buzëqeshjet, premtimet, netët kur ajo besonte se ishte e vetmja. Pse? Përshpëriste mes lotësh, pa pritur përgjigje. Pyetja i përplasej në mendje vazhdimisht. Çfarë kishte bërë gabim? Çfarë nuk kishte mjaftuar? 30 minuta qau pa pushim. 30 minuta ku koha nuk ekzistonte, ku bota rreth saj ishte zhdukur, lotët i kishin lagur faqet, flokët i ishin ngjitur pas fytyrës dhe syt i digjnin. Zemra i rrite fort, por çdo rrahje ishte e dhimbshme. Çdo sekond dukej e pafund. Mendonte për fjalët e liminit, për mënyrën si i kishte thënë se e donte, për sigurinë që ja kishte dhënë, dhe tani gjithçka dukej si një gënjeshtër e bukur. Zëri i saj u lodh, por lotët jo. Edhe kur fryma i merrej me vështirësi, ajo vazhdonte të qante. Ishte një të qarë që pastronte dhimbjen, por edhe e thellonte atë. Në ato minuta, Dolce humbi diçka më shumë se një njeri, humbi besimin, sigurinë, ëndrat që kishte ndërtuar në heshtje. Kur më në fund lotët filluan të ngadalsoheshin, ajo mbeti aty, e shtëruar. Syt i kishte të fryrë, zemrën të rëndë. Por diçka brenda saj kishte ndryshuar. Dhimbja ishte ende aty, por tani ishte më e qartë. Ajo e kuptoi se ajo puthje nuk ishte fundi i saj, ishte fundi i një iluzioni, u ngrit ngadalë, me hapa të pasigurt, duke fshirë lotët. Edhe pse e thyer, ajo ishte ende në këmbë. Dhe ndërsa largohej me zemrën që ende i dhemte, Dolce e dinte se një ditë do të kujtonte ato 30 minuta, jo vetëm si dhimbje, por si momentin kur filloi të zgjohej. Mesnata ka një mënyrë të çuditshme për t'i zbuluar njerëzit. Kur zhurmat pushojnë, kur ritmi i ditës bie dhe trupat lodhen, atëherë dalin në pa gjërat që nuk shfaqen në dritë të plotë. Pikërisht në atë orë, Alba rënkonte lehtë. Jo për dramë, jo për vëmendje, por sepse trupi i saj ishte i lodhur, i sëmur, i pambrojtur. Sëmundja është një nga ato gjendje që na kthen në thelb. Na zhvesh nga rolet, nga forca e shtirur, nga qëndrimet. Kur je keq, nuk kërkon fjalë të mëdha. Kërkon prani. Dhe limi ishte aty, jo si hero. Jo si shpëtimtar. Por si njeri, ai ju afrua me atë lloj kujdesi që nuk ka nevojë për zë të lartë. Me gjeste të thjeshta. Me një vëmendje që nuk kërkon duar trokitje. Në atë moment, rolet ndryshuan natyrshëm. Ai mori mbi vete një përgjegjësi të vogël, por domethënëse, të qetësonte dikë që nuk ndihej mirë, dhe këtu lind metafora e doktorit, jo doktor në kuptimin profesional, por doktor i asaj lloj shërimi që nuk gjendet në receta. Doktor i ngrohtësisë, i durimit, i humorit që vjen për të thyer ankthin. Sepse ndonjëherë shërimi fillon nga ndjesia se nuk je vetëm. Alba nuk kishte nevojë për fjalime. Kishte nevojë për siguri. Dhe limi, me atë stilin e tij të lirë, pak ironik, pak të drejtë për drejtë, e gjeti mënyrën ta kthente një moment të vështirë në diçka më të lehtë për t'u përballuar. Një shaka e vogël. Një rol i improvizuar. Doktori që nuk merr veten shumë seriozisht, por e merr seriozisht njeriun përballë. Në këtë ese, nuk ka rëndësi çfarë u bë fizikisht. Rëndësi ka çfarë u ndje. Sepse kujdesi i vërtet nuk matet me veprime, por me qëllim. Me faktin që dikush ndalon ritmin e vet për t'ju përshtatur tjetrit. Që dikush zgjedh të qëndrojë edhe kur situata nuk është romantike, as e bukur, as e lehtë, dhe pikërisht këtu lind ironia e bukur e limit kur thot, jam doktori më i mirë i femrave. Nuk është mburje klasike. Është ajo lloj humori që fshen një të vërtet më të thjeshtë. Ai di të jetë i pranishëm. Ai di të lexojë situatën.
Ai di që ndonjëherë shërimi vjen nga të bërit dikë të ndihet i parë, i dëgjuar, i mbajtur mendërisht. Në shoqërinë tonë flasim shumë për pasionin, për puthjet, për momentet e zjarrta. Por flasim pak për netët kur dikush është keq, kur energjia bie, kur trupi dorëzohet. Pikërisht aty testohet afërsia e vërtetë. Sepse është e lehtë të jesh pranë dikujt kur gjithçka shkon mirë. Është më e vështirë kur dikush rënkon në mesnatë. Kjo mbrëmje nuk ishte për t'u bërë legjendë. Ishte për t'u mbajtur mend. Si një nga ato çaste që nuk i sheh kush, por që ndërtojnë diçka reale mes dy njerëzve. Një natë kur rolet u thjeshtuan, njëra ishte e sëmurë. Tjetri ishte aty, dhe ndoshta ky është shërimi më i mirë. Jo ai që e largon dhimbjen menjëherë, por ai që e bën të përballueshme. Ai që të kujton se, edhe në dobësi, nuk je vetëm. Në fund, doktorët më të mirë nuk janë ata që dinë gjithçka. Janë ata që qëndrojnë. Që e kuptojnë se ndonjëherë dashuria nuk ka nevojë për emër. Ka nevojë për prani, dhe ajo mesnatë, me gjithë thjeshtësinë e saj, mbeti si një provë e vogël se kujdesi, kur është i sinqert, shëron më shumë se çdo gjë tjetër. Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje. Jo si impuls. Por si përfundim i një vëzhgimi të gjallë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur Limi e nominon Klodin, nuk po i drejtohet vetëm atij. Po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thotë se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë. Pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet dikë që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot Limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për Limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, dy nominime. Dy arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm. Limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë dy anë të së njëjtës frikë. Frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Klodi. Disa te kushtrimi. Disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve ose të fshihesh pas heshtjes, sesa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes, jam këtu për të luajtur ndershëm apo për të fshehur?
jam zgjuar, apo ende në gjumë dimëror, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri. Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje, jo si impuls, por si përfundim i një vëzhgimi të gjallë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur limi e nominon Klodin, nuk po i drejtohet vetëm atij, po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thotë se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë, pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet dikë që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, dy nominime. Dy arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm, limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë dy anë të së njëjtës frikë, frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Klodi, disa te kushtrimi, disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve ose të fshihesh pas heshtjes, sesa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes, jam këtu për të luajtur ndershëm, apo për të fshehur? Jam zgjuar, apo ende në gjumë dimëror, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri.